Nela, faleminderit që pranove të marrësh pjesë ke ky podcast jemi thjesht, që është formë bashkëbisedimi, nuk jemi këtu për të bërë ekspertat, pavarësisht se ti je eksperte e fushës, Nela është psikoterapiste, shumë e zonja patjetër, por që këtu je e ftuar në kontekstin e një goce me vlera. Unë kështu të konsideroj, edhe të falenderoj që pranove të dalësh. Gjeni faleminderit për ftesën, unë e vlerësoj shumë. Në këtë vend kaq të mrekullueshëm. Besoj ka energji, prandaj e zgjodha ujë, natyra, mali, gjithë. Ka energji dhe është çdo gjë magjike këtu. Si ndikon energjia ke njeriu, me që folëm për energji? Ja ta fillojmë direkt. Si ndikon kjo energjia e natyrës se gjërat tek njeriu? Energjia e natyrës ndikon në shërim. Edhe unë prandaj mundohem gjithmonë që klientëve të mi t'ia bëj teknikat në natyrë. Është çelësi kryesor, sepse ka të gjitha elementet e natyrës. Ka ujin, ka ajrin, ka tokën, ka të gjithë atë që na rrethon. Shiko, një ndër synimet kryesore të mijat me këtë, unë çdo gjë e kam thënë dhe e them gjithmonë, është çdo njeri ka një mision që vjen tokë. Na ka kriju Zoti, unë kështu e besoj, edhe gjithë kemi atë misionin tonë. Duke qenë se ti je edhe një vajzë që nuk je e vogël me moshë, je një moshë të pjekur me arritjet tuaja personale, intelektuale, profesionale dhe gjitha, mendoj që ke vlera dhe ke diçka për t'i transmetuar ose një shembull për t'i dhënë dikujt. Patjetër, vlerat nuk zhvillohen nga hiçi, Gjithmonë në jetë ka sfida, ka pengesa dhe ka shumë gjëra për të kaluar, për të krijuar këtë lloj vlerash. Si i kalon këto pengesat? Edhe unë si gjithë tjerë kam pasur sfida në jetë. Dhe i kam kaluar që herët, mund të them. Ndoshta mundja ime ka qenë më e zhvilluar në fëmijëri. Zoti ma ka falë këtë gjë. Unë personalisht asnjëherë nuk jam shprehur për veten time, është hera e parë që po e bëj. Edhe e vlerësoj shumë. Kam dëgjuar të tjerë në mënyra të ndryshme me problematika të ndryshme sociale, mendore, Kam qenë unë ajo që dëgjoja të tjerët dhe tani është hera e parë që unë flas për veten time personale, le të themi. Shiko, unë mendoj që kur dikush ka një aftësi quhet çdo lloj gjëje, edhe profesionale, edhe komunikimi edhe gjithë. Çdo njeri ka aftësi. Po, si në rastin tënd tani, që po unë për vete, unë e vlerësoj, kupton? Mendoj që duhet me fol dhe nganjëherë për veten. Jo në aspektin e mendimatësisë, jo në aspektin e mburrjes. Duhet me fol për veten, që dal dikush tjetër, që edhe të motivohet. Patjetër. Duhet me tregu edhe një herë, ta heqim kompleksin e mburrjes. Nuk e kam, unë fare, nuk e kam si synim, le ta kuptojnë të tjerët si duan, e kupton? As pak. Po, edhe prandaj them që ti duhet flasësh për veten, për eksperiencat tuaja, se të dy e dim që edhe ti ke pas sikletet tuaja gjona dhe mënyrat se si ti ja ke dalë. Edhe këto t'ja transmetojmë dikujt. Patjetër, po. Aq më tepër ti që je edhe e fushës tani, besoj të kesh një formë akoma më të mirë dhe më të fortë për të hyrë te mendja e dikujt tjetër. Patjetër, unë kam pasur shumë sfida në jetë. Sidomos kur kam qenë e vogël, në fëmijërinë time unë kam pas probleme me shëndetin. Kam pasur probleme me shtyllën kurrizore dhe mund të operohesha. Më tham për operim. Rash në depresion, si isha në një moshë 12 vjeçare që ishte para adoleshenca, që ishte zhvillimi në rritje edhe aty krijohen të gjitha mendimet, perceptimet e njerëzit. Si e morë vesh ti për këtë? Po kapemi te kjo pjesa ta marrim me radhë, këtë pjesën që mund të bëhesh e proprim. Si e morë vesh dhe si reagoi? Unë kisha një kohë të thatë. Edhe ma buri re që unë kisha një lloj problematike. Bëra një grafi, edhe aty doli që unë kisha probleme. Si reagove ti kur e morë vesh? Le të themi, unë rash depresion. Reagova në mënyrë më, le të themi, më të dhimbsur. Si kuptove? Mendoj tani, atëherë në atë moshë. Si ishe 12 vjeç, si e kuptove ti që je në depresion atë moshë? Unë nuk e kuptova atë moshë. Nuk arrija ta kuptoja, sepse isha shumë e vogël. Prandaj i them edhe familjarëve, dua t'i them që të kujdesen për fëmijët e tyre, sepse do të shikojnë gjitha sjelljet që ata kanë. Është shumë e rëndësishme kjo pjesë. Kur ata izolohen në dhomë ose kur ata janë të mërzitur,
le të komunikojnë me ta. Është shumë e rëndësishme komunikimi me fëmijët. Edukata familjare. Domethënë ty në një farë mënyre ta hasën familjarët pjesën Jo, e depresionit, apo jo? jo, unë kam arritur që të kaloj vetë. Unë e kuptova, jo në moment, por që e kuptova gjatë rrugës. Si ishin mendimet tuaja në atë moshë? Se ne mund të kemi edhe ndjekës të asaj moshe që mund ta shikojnë videon, apo? Unë isha paragjykuar nga shoqëria ime. Ti ndjeshe paragjykuar për shkak se kishe një smundje? Kisha një problem, një smundje, kupton? Një problem. Po si duhet ta kaloj? Dhe thoja pse o Zot, pse ma ke dhënë mua këtë gjë? Zoti në fakt i ja jep sfidave atyre që i do. Dhe mua më do shumë Zoti, kuptova. Sepse unë kam mësuar se si të kaloj depresionin, që në atë moshë. Kam mësuar se si të shërohem fizikisht dhe mendërisht dhe shpirtërisht. Unë prandaj edhe sot mësoj dhe shëroj njerëzit, sepse unë e kam shëruar veten time. Patjetër, eksperienca më e mirë mundshme shërimi i vetvetes. Po. Domethënë punimi me vetveten, se unë jam gjithmonë punimi me veten dhe mendimet që ne kemi për veten tonë dhe perceptimin që ne kemi për botën, për jetën, është shumë e rëndësishme. Se kjo na jep energji. Shiko, unë po mundohem tani të mendoj si një adoleshent, le të themi, për këtë aspekt. Edhe unë kam pas një adoleshencë, normalisht nuk kam pas probleme të mëdha. Edhe ndoshta për shkak të vendit ku jam rritur, ishim gjithë njohur, se unë jam nga fshatrat. Edhe në atë kohë kur isha i vogël, unë ishin te fshatrat thella, nuk është se ishin sot që ishin me infrastrukturë dhe me gjitha. Po mendoj një adoleshent për shembull në Tiranë ose në një qytet që ka një diversitet njerëzish, ka njerëz të ndryshëm nga vende të ndryshme, që nuk i intereson si kush je. Një adoleshent 12 deri në 17, 18, 19 vjeç. Si sugjeron ti mbas të eksperiencës që ti ke? Jo mbas të njohurive që ti ke studiuar të fushës. Ndo mbas të asaj eksperiencës tënde. Si mendon ti që duhet t'ia dal një adoleshent që ndihet që ka probleme fizike? Nuk po flasim për probleme vetbesimi. Mua më thanë për operim, dhe unë nuk e bëra operimin. Përkundrazi, unë dojsha rrugën për të mësuar. Bëjsha mjekësinë, bëra mjekësinë, lexoja libra mjekësie gjithkohës, edhe aty unë kuptova që sa e rëndësishme është lëvizja. Lëvizja e trupit, yoga edhe besimi që ne kemi për jetën, për universin e për Zotin, është kaq e rëndësishme. Sepse kjo na shëron neve. Do thënë, yoga dhe meditimi ishte shërimi im. Indet dhe nervat tona komunikojnë me njëra tjetrën. Komunikojnë edhe po ata shërojnë. që nuk kanë mundësi. Le të themi dikush që nga një vend i thellë. Ai nuk ka mundësi të bëjë yoga, se nuk di. Se kam përshtypjen që yoga do pak profesionalizëm, nuk është se bëhet hajde ulu dhe bëj. E kuptoj, por çdo gjë fillon nga aja. Okej. Çdo gjë fillon nga zero. Gjithmonë duhet të dini që gjithmonë çdo gjë fillon nga zero. Çdo gjë e bukur fillon nga zero. Po, si vendoset ti duke qenë se kalove një, mund ta quajmë periudhë vështirë, s'po e themi të errët. Si vendoset ti që të studioje pikërisht psikologjinë ose mjekësinë ose fushat konkretisht për ata që ti ke studiu? Vetë rrugutimi im më bëri që unë të ndiqja këto profesione, që sot i kam dhe i përdor si teknika për të shëruar njerëzit. Shiko, duhet një mendim tëndin personal, komplet subjektiv, nuk e duhet bazuar në fakte gjëra, për rinin e sotme. Çfarë shkon dhe çfarë nuk shkon në aspektin tat, në këndvështrimin tat si Ornel, pastaj në këndvështrimin tat si profesioniste e fushës. Unë mendoj që rinia sot është në rrezik. Është në rrezik shumë të madh. Ne po vrasim shoqërinë, po vrasim rinin. Për shkak të internetit, mediave sociale, për shkak të drograve, për shkak të ekonomisë që është në disbalancë. Sepse gjitha këto faktorë
të gjitha këto faktorë po ndikojnë Po, shoqërinë. si duhet ruhet një njeri nga këto faktorë, sa ai nuk i ka në dorë vetë. Rinia sot ti po e shikon vetë që një djalë i ri që nuk ka ekonomi detyrohet të shesi drogë. Jo detyrimisht. Po, si të ruhet nga ky fenomen? Si duhet ruhet nga ky fenomen? Se përgjegjësia është dhe pak personale, nuk është vetëm e shoqërisë. Patjetër që shoqëria, komuniteti ka përgjegjësinë e vet, por përgjegjësi personale, se unë njoh shumë çuna dhe goca shumë mirë që edhe pse s'kan ekonomi, kanë punuar shumë dhe nuk janë marrë. Pavarësisht se Të qasje gjitha mendojnë këtë gjë. Të gjitha mendojnë këtë gjë. Shumë pak e mendojnë këtë gjë sot dhe shumica e bizneseve nuk kanë punëtor, vuajnë nga punëtorët. Sepse rinia sot është inaktive. Pse ka ardhur inaktivitet? Marrin lekët nga babi, nga mami. Si çmangën. Si çmangën. Një njeri erdhi dikush, një djalë i ri, 17 vjeç, 18 vjeç, sa mbaroi gjimnazin. Është një udhëkryq të jetës vet që do të vendosi për të ardhmen. Edhe vjet pyet ty, si gocë me studime, me eksperiencë, me edukim, me kulturë, më thuj thot ç'a të vendoson dhe më argumento pse. Se nuk mjafton vetëm i thon, "Bo djali i mirë, shkon në shkollë", po edhe pse? Edhe pse? Patjetër, nuk mjafton. Por puna nuk është turp. Të punosh nuk është turp. T'ja dalësh me pak, sepse nuk është vetëm pasuria këtu. Janë dhe vlerat, dhe shëndeti. Nuk është vetëm ajo gjë. Janë dhe vlera që ne duhet i ushqejmë vetes tonë. Sa kohë duhet pres një njeri? Unë i kam mendimet e mia, unë nuk është se jam kundër këtyre mendimeve, thjesht po pyes për të nxjerr tema. Sa kohë duhet pres një njeri që thot e provova valla, nuk funksionon. Sepse shumica e trive sot thot, po pse të punojnë kamarier thot, ose pse të punojnë një punë tjetër thot kur shkoj punoj në bursa. A kupton? Ato mashtrimet që bëj lekë gjitha. Ajo ta prish shpirtin. Okay. Ajo ta prish shpirtin. Ajo nuk është gjëja e dur, nuk është rruga e dur. Asnjëra nga këto nuk është rruga e dur, sepse ti po shkatron. Prandaj them që rinia është në rrezik. Sepse nuk ka më energji pozitive. Nuk ka më mendime, mirësi, nuk ka më dëmshuri për jetën. Po t'ishte në dorën tate për një periudhë kohe të caktuar komuniteti vendit ku ti jeton. Çfarë do të bëhet ti për të rit? Jo, ideja është edhe të rit duhet të bindën ty. Le të themi ke atë shkopin magjik. Një rutinë shumë e shëndetshme për njerëzimin dhe për rinin. Unë do sugjeroja rregullin edhe respektin e rutinës, disiplinës dhe konsistencës, që është shumë e rëndësishme për shëndetin dhe për harmoninë që duhet kenë të rinjt, me veten dhe me të tjerët. Shiko, unë mendoj gjithmonë që është shumë e rëndësishme edhe ti je shëndrimtar. Të kesh ëndra tuaja si një njeri. Patjetër, çdo ka vlerat dhe aftësitë e veta. Po, plane, ëndra për të arritur diçka, ëndra për të realizuar diçka. Deri në çfarë pike duhet shkojë ëndra e dikujt, sepse vjen moment që pastaj kthehet në fantazia dhe fantazia është smur. Po pra, prandaj them, deri ku duhet të jetë ajo pika maksimale që thua boll ndrove, a kupton? Patjetër, fantazia krijon sëmundje. Ne duhet të gjejmë pikat tona të forta dhe të dobta që ne kemi. Dhe kështu krijojmë edhe një perceptim mbi aftësitë tona. Çfarë ne jemi të aftë të bëjmë. Dhe ne të ndërrojmë për të arritur atë ëndër që ne kemi për të qenë dhe të aftë për diçka, edhe të arrijmë një ëndër që ne na pëlqente për ta bërë. Domethënë duhet të ndrojmë, por duhet jemi edhe pak me këmbë në tokë. Se kjo është shumë e rëndësishme, se si ishte edhe ti pak më para, po japun tani mendimin tim që të rit sot nuk punojnë, nuk bëjnë kështu. Kam përshtypjen që këto social mediat, pavarësisht se gjithë me social media punojnë. Social mediat po japin shumë krah, edhe I kanë shkput këmbët fare nga toka. Kam përshtypjen unë. Edhe
Unë mendoj që duhet ta ketë një far rregullatori mes, që duhet i thotë boll sepse nuk po jepni shembullin e duhur. Dhe kjo krijon si pasigurike. Ajo krijon shkatrim. Nuk Ajo kanë. çon drejt shkatrimit. Po shkatrohen. Ajo çon drejt shkatrimit. Janë Në Shqipëri jo pak herë ka ndodhur që nga TikToku kanë bërë lloj budalliqesh, dhuna, vrasje, vjedhje, gjitha live kështu vetëm për të marrë disa views e gjëra. Patjetër. Edhe një ndër arsyet kryesore që un kam nisë Ky të lloj- është për qenë revolt, Patjetër. edhe kundërshti Po, pak po. me ato që po bëjnë të Edhe tjerët. unë jam me ty në këtë aspekt, sepse këto trendet e reja po rrezikojnë. Për mua është shumë e rëndësishme shpirti, siç e the edhe ti. Për mua është shumë e rëndësishëm morali, siç e the edhe ti. Për mua është shumë e rëndësishëm edhe qetësia shpirtërore. Edhe shumica e njerëzve nuk po marrin këto gjëra nga rrjetet sociale sot, sepse shumica po kërkojnë viralitet. E kanë futur edhe në fusha profesionale viralitetin. Duke Unë e bërë marr me budalliqe, marketing. a, se? Pikërisht pra, viraliteti në përgjithësi budalliqet marrin ose do të jetë një super gjë që ndodh shumë rrallë në Shqipëri. Edhe te fushat e marketingut, unë e marr me marketing, Më përpara- synojnë njerëzit viralitet, e kupton? E kanë humbur vlerën. Më përpara njerëzit kanë qenë më humanë dhe bënin bamirësi. Edhe nuk e bënin këto virale. Sepse nuk ekzistonin ta bësh diçka për t'ju duk dikujt tjetër. Po, pra. Bëhej për shpirt, Bëhej bëhej për për arritjet tuaja shpirtin, personale, për shpirtin. për plotësimin e vetes tënde, bëhej për me arrit aty ku do ti, edhe me Për njerëzimin, për njerëzimin, për të për ndihmuar shoqërinë. dikë tjetër. Unë kam ndihmuar shumë njerëz, pacient, që vinin. Patjetër që Tek mua. profesioni jot edhe çdo fushë mjekësisë është mision, nuk është vetëm Është profesion, mision, është pra, mision. në Edhe edhe- besoj është dhe nga ato profesione që edhe betohesh. Betohen, patjetër, unë jam betuar. Kur merr diplomën, Unë jam betohesh te betuar, betimi Hipokratit, si quhet? Unë jam betuar në Zotën Allëpar, tek Patjetër. vetja ime, pastaj tek ligjet. Te ligja. Është shumë e rëndësishme, unë prandaj them që gjithmonë edhe këtë që kam konceptuar për podcastin, nuk e kam bërë kurrë me pyetje-përgjigje, sepse pyetje-përgjigje njeriu mendohet. Pyetje-përgjigje njeriu shkon drejt një përgjigje që o e ka dëgju diku, o e ka pa diku, edhe vjen na jep riprodhim të dikujt tjetër. Gjë më e bukur është kjo që ke bërë ti, është gjëja spontane. Me thënë drejtën që sot ke sot po e shijoj shumë këtë se kjo pamja që kam podcast. këtu përpara, ky ujë që rrjedh atje, zhurma e ujit e gjitha është shumë relaksuese dhe ti qartëson shumë mendimet. Po mirë, ti lejmë pak adoleshentat. Kalojmë te mosha çik më të mëdhej. Unë gjithmonë du të ndërthurur edhe mendimin tënd profesional edhe personal. Për shembull, një pyetje që ja kam bërë te një të ftuarit tjetër është si duhet i zgjedhim shokët? Si duhet ta zgjedh një i ri shqiptar shokun? Është ajo shpreha, zgjidhë shokun më të mirë se veten. Kjo është një shprehje shumë e përgjithshme. Po disa pika konkrete. Është një shprehje me shumë vlerë, sepse shoqëria dhe energjia që ka një person tjetër të ndikon, edhe ty. Si ta zgjedhim, si ta gjejmë të energji? Dikush më thotë që ose nuk më ndikon mua diçka, po energjia ekziston, transmetohet energjia, gjithmonë. Është ligj fizike. Ligje Nuk fizike. e shmang dot. Po pra edhe njerëzit e mohojnë këtë gjë. E mohojnë njerëzit këtë gjë dhe pastaj thon upse më vonë pendohen sepse e kuptojnë këtë gjë. Konkretisht, marrim një situatë. Një student që vjen nga rrethet, vjen në universitet në qytet. Aty ka edhe nga vende tjera. Patjetër që është ai kliku i parë që u takuam, i ngjiti, si ngjiti, vazhdojnë. Po në rast se do ecim me disa parime. Se jo gjithë kanë të njëjtin karakter, jo gjithë do lidhen me çunat dhe gocat e mirë, jo gjithë do bëhen shok me çunat dhe gocat e mirë, do bëhen edhe me shok, edhe shoqëri do krijojnë edhe me. Asnjëri nuk është njësoj. Pikërisht pra, bazë disa, si më them, po themi, po ta këshilloje ti, po ti ishte motra jote, si ti e ke motrën më të vogël. Edhe po fillon ajo universitetin, le të themi, ja kupton? Ose po fillon një punë. Çfarë këshilli do jepje ti për zgjedhjen e njerëzve që ajo do të shoqërohej? Se në atë moshë fillon 18-19 që fillon krijohet ai karakteri i formuar, se karakteri fillon që më i vogël, por që fillon ti logjikon. Unë do këshilloja që të fokusoheshin ke vetja në radhë të parë, të arrin të mësojnë të mbrojnë energjinë e tyre, sepse ka të bëjë shumë. Kur ti qëndron me një person që është negativ, me mendime negative, po si ta dalloj pra, këtë du të di, si duhet ta dallojmë të negativin që në fillim parë. Domethënë si ti largohemi të keqës pa e prek, më kupton? Sepse janë ato gjërat e vogla që ti fillon edhe mërzitesh, për një mendim, prit se kjo nuk po shkon.
nuk po shkon siç duhet. Ky mendim nuk po më Nuk përputhet me nuk timin. përputhet me këto me vlerat e mia, me normat që un kam, me rutinën time, që këtu fillon Krijon edhe ndarjet. krijon ato, dhe të fillosh të krijosh ato ndarjet. Shikon, folëm pak më parë për parimet dhe vlerat. Domethënë njeriu përveç se e bën diçka për punë, për ekonomi dhe për gjëra, bën dhe për të ardhurat monetare. Por që patjetër që në fillim fare duhet të jetë parimi, vlera personale. Patjetër. Po deri në Gjithmonë. çfarë pike duhet i ruajmë parimet ne? Sepse nuk mund të ruash gjithkohës parime, se vjen një moment që ti vetëm humb pastaj. Bosh dhe ndoshta i padobishëm, duke hap vetëm rrugë, a kupton? Sepse njeriu duhet të jetë pak kërkues. Patjetër. Mua më erdhi dikush, një klient që le të themi punonte për shefin e tij. Punonte edhe të gjitha vlerat e tij, aftësitë e tij ja kishte dhënë shefit të tij. Ai u pasurua. U bëi pasur me jate, me makina të mira, me gjitha të mirat. Unë dua t'i këshilloj të gjithë këta që punojnë dhe janë të aftë për të bërë diçka vetë, le ta bëjnë vetë. Mos t'ja japin aftësinë dikujt tjetër. Po jo gjithë e kanë energjinë. Po jo gjithë e kanë edhe mundësinë edhe karakterin për të Ta një kuptuar, sipërmarrje. Jo, për të një sipërmarrje. Se do të kesh shpirtin e sipërmarrësit. Po ja po të them, po të marr një shembull, unë jam prind. Djali im është i vogël. Dhe unë gjithmonë i them që, shiko, ti mos i bjerë në qafë dikujt. Mos e ngacmo dikë. Në rast se diçka që thot dikush, ty nuk të vret, leje, hapi rrugë. Ama në rast se dikush merr diçka tënde, ti kërkoje, lufto për atë dhe mbaje. Domethënë, bie pak ndesh me ato parimet e mia të qetësisë së gjërat, po ama puna është që nuk duhet të jesh edhe tolerant në atë lloj pike sa që ti të mbysësh veten tate. Kjo është e gjitha. E para është vetja jote. Gjithmonë. Domethënë, unë maj me një këshill prej teje që ma ke thënë para disa kohësh që gjithmonë është e para vetja jote. Po si duhet ta bëjmë ne se ka njerëz të dobët sa dush. Unë për shembull, një ndër synimet e mia, një ndër qëllimet e mia që kam në jetë nga ato misionet që mund ta konsideroj mision, është që ta bëj dikë që më pyet mua për diçka, të besoj që edhe ai mundet dhe ja del vet. Dhe ja del vet duke qenë për veten e vet përpara. Ne mund të arrijmë këtë pjesën e mbrojtjes dhe kujdesit për veten tonë, që ta vëmë veten tonë në radhë të parë, duke mësuar si të themi jo. Sepse duke thënë po gjithmonë, ti lë veten pas dore. E humbet veten tënde. Ti duhet mësosh të thuash jo, nuk e bëj sepse prit se kam veten. Ta mendosh gjithmonë. Mësimin, leksionin që jo, nuk e bëj. Sepse ku ti e ndjen dhe ke intuitën që prit se këtë gjë nuk e ndjej ta bëj, do të thuash jo. Po nuk mund të ecim vetëm me ndjesi. Intuita është çdo gjë, se Po, edhe unë e besoj intuitën, deri më sot edhe unë nuk kam gabuar nga intuita ime, por që nuk e di, kam frikë nga një herë me veten time se mos ndoshta kjo ndjekje e intuitës gjithmonë mos do na çojë herë me ndaj gabim. Në mësimet e gjyshit tim, se gjyshi im ka qenë i ndriçuar edhe me disa teknika ne mësojmë që nga siguria për krijuar sigurinë të vetja e deri ke intuita jon. Ne mësojmë si të menaxhojmë energjinë dhe të gjitha gjërat që kanë lidhje me sigurinë dhe deri ke intuita, deri ke dashuria për veten tonë. E duke mësuar dashurinë në thelb, ne jemi në armoni me çdo gjë. Edhe nuk ngatrohemi me pjesën e shkatrimit të vetes. Ne krijojmë energji brenda vetes tonë. Që unë mendoj që njeriu duhet të jetë për veten e vet i vlefshëm përpara, që të ketë dhe vlera pastaj për njerëz të tjerë. Në momentin që s'ke vlera, jo vlera kuptimin ti je njeri i mirë, po ti je i vlefshëm edhe në aspektet e arritjeve, edhe në aspektet e sigurisë, edhe në aspektet e punës, edhe të ekonomisë. Në momentin që je i vlefshëm për veten, mendoj që do bësh i vlefshëm edhe për tjerë. Atë duke mësuar Po kjo vjen duke mendu normat, veten pas të disa parimeve. Po prap jam i bendimit që parimet nuk do të shkojnë atë lloj pike që të lejnë mazete, sepse nëse un kam një revolt shumë të madhe ndaj prindërve shqiptar, nuk duhet paragjykoj prindërimin. Nuk e kam fare për paragjykimin e prindërimit, por nuk duhet t'i mësojnë fëmijët frikacak.
Jo frikacak kuptimin që frik nga dukurit mbi natyrore, po frikacak për të guxu, sepse përgjithsisht to parimet e mëdhaja mos e lë njeriu pa e nxjerr vlerat e veta. Se jo të gjithë janë gatuar për të qenë inxhiniera, jo të gjithë janë gatuar për të qenë futbollista, jo të gjithë janë gatuar për të bërë një profesion caktuar. Domethënë, ideja është që duhet ta nxjisësh fëmijën që të eksperimentojë, jo të jetë frikacak dhe parimet janë mos ashtu, mos këtu, mos atje, mos këtu dhe vetëm mos mëson. Sepse prindërit, gjyshërit edhe fëmijët tanë mësojnë dhe transmetohet çdo kulturë dhe çdo gjë që ne mendojmë transmetohet tek fëmijët. Edhe ne kemi ato transmetimet e prindërve tanë, gjyshërve tanë. Nëse bëj këtë, mos lejimet edhe këto normat e rrepta ndikojnë shumë edhe sot tek ne për fëmijët tanë. Jo, me thënë drejtën jam nga ata prindë që nuk i them shumë mos, se jo mos kuptimin bëhet i pa edukat, por jo për të provu. Nuk i përzihem kur as te lodra që zgjedh, as te aktivitetet që do më bë. Nuk i them bëj këtë se kjo duhet bë, kupton? Sot është shumë e rëndësishme sepse ka shumë probleme, janë informacione mbi tepërt që ndikon shumë tek fëmijët. Ne duhet t'i japim edhe lirinë fëmijëve, por edhe edukatën, edhe parimet, edhe moralet. Duhet t'i japim fëmijëve të gjitha këto të kombinuara së bashku, që fëmijët të arrijnë të zgjedhin vetë për jetën e tyre, për aftësinë që ata kanë dhe për hobit, profesionin që do zgjidhin nesër pas nesër. Unë do doja shumë që ti t'japësh një mesazh për gjithë ata që dëgjojnë dhe kanë nevojë, mendoj unë, për të dalë nga një situatë e caktuar që po i mundon. Për shembull, ka njerëz që kanë një situatë në punë. Ka njerëz që kanë një situatë me babin, me mamin, me gruan, me një shok, me një biznes. Kush është, nëse mund ta shojmë, këshill e jetës. Këshilla e jetës që unë do këshilloja të gjithë njerëzit që kanë probleme si sociale, si me veten e tyre, me probleme të tilla si depresioni dhe ankthi, sepse janë në shumicë, për fat të keq zgjedhin mënyra jo të mira për të menaxhuar, në përdorin një ilaçe, përdorin le të themi grindjet, përdorin mënyra jo të mira, të duhura për t'ja ndalë në banë dhe për t'i zgjidhur, por në fakt nuk i zgjidhin kurrë. Si duhet t'i zgjidhin? Domethënë, si është të marrësh kontrollin e situatës? Reflektimi dhe besimi tek vetja dhe tek Zoti. Si do ta marr guximin dikush për të reflektuar? Do i këshilloja që të marrin një mendim shumë e rëndësishme, mendimi profesional. Gjithë e kanë guximin për shku për të marrë mendim profesional. Nëse nuk e kanë guximin për të marrë një mendim profesional, le të falen tek Zoti, le të luten, dhe të kenë besim tek Zoti, sepse aty do marrin përgjigjen edhe qartësinë e duhur. Nuk është feja, është shpirti, unë nuk dua të ndryj këtu ke pjesa e fesë, fare, unë nuk jam as muslimane, as katolike, nuk dua të ndryj fare tek pjesa. Çfarë besoj unë është besimi im, nuk dua t'ja jap njerëzve besimin. Besimi është personal. Besimi është personal. Domthon feja është personale. Po them. Po, patjetër. Që jam kështu jam ashtu, jo fare. Unë mendoj që njeriu që kapet pas litarit të Zotit në formën që e tyre, ai e ndjen shpirtërore, lidhjen me Zotin e vet, me krijuesin e vet, mendoj që aty fillon edhe gjen zgjidhjen për situatat. Domethënë çdo lloj sistemi që njeriu ka krijuar, çdo sistem që njeriu ka krijuar e ka një fund. Sistemi i Zotit mendoj që s'mbaron kurrë. Pafundme. Dhe gjithmonë të zhvillon, të jep qartësi, të jep zhvillim dhe perceptimet e duhura për të zgjidhur një problem. Edhe nëse ka diçka që kurrë në botë nuk e dyshoj, është që Zoti nuk e lë një njeri vetëm. Ama duhet ta kërkosh Zotin. Dhe gjesh që nuk je vetëm. Kur ti do flasësh me Zotin, do e kuptosh që nuk je vetëm, por je rrethuar nga shumë elemente pozitive
dhe që t'i ka falë Zoti. Rreth e qartë. Duhet bëj edhe një sqarim për gjithë njerëzit që mund të keq kuptojnë. Nuk po flasim në aspektin fetar, ose unë Ornela Jo. nuk jemi ekspert fushës, thjesht po mundohemi të themi eksperiencat tona dhe mendimet tona, dhe ky është dhe synimi i krejt bisedës, që mbas të asaj që ne mendojmë, mbas të asaj që ne ndjejmë, mbas të asaj që ne ndjekim, qoftë dikush gjen veten dhe mundet të kuptojë diçka, lumë për ne. Në qoftë se dikush mendon ndryshe, bujrum të vjerë të flasim me ne. Themi diçka tjetër. Unë mendoj që duhet të ndikim shpirtin. Ornela, të falenderoj shumë që more pjesë. Unë e di që biseda me ty do ishte e pafundme po të fillonim për fusha të ndryshme të jetës, po pse jo, ndoshta në një seri të ardhshme mund të flasim edhe për gjëra të tjera. E vlerësoj shumë që erdhe dhe fole nga shpirti, nga mendja dhe nga zemra për gjitha ato gjëra. Dhe besoj që i e vlerë, se një ndër emrat kryesor të podcastit që po mendoj dikur ishte vlera, po mu duk shumë emër i përgjithshëm, edhe mendoj që ke vlera dhe shpresoj që dikush të mësoj dhe të marrë nga ti. Edhe ky podcast ka shumë vlera edhe është vërtet diçka që do i fali shumë njerëzve në të ardhmen. Shpresoj. Faleminderit shumë që marrë Faleminderit pjesë. shumë dhe ty. Çfarë do ja bëja unë? Do të bëj një dy ushtrime kështu.